E mësuam për kushtimin që ta mbajmë për herë, sepse vetëm me një përkushtim të përhershëm fitohet kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht, e shënon Imam Buhariu, hadithin e njohur që kemi cituar më shumë se një herë në këtë varg ligjëratash, që Allahu i Madhëshëm ka thënë dhe robi vazhdon për herë të përpiqet për të mua afruar derisa unë ta dua atë. Dhe të përpjekja e përhershme për t'u afruar Allahut është garancë për ta fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i Madhëshëm i do krijesat e tij, i do robërit e tij. Mirë po dashurinë që ka për njerëzit me vepra të vazhdueshme është dashuri më e madhe se sa dashuria e tij për të tjerët, është një dashuri unike, është një dashuri që ka shumë kujdes, është një dashuri që ka shumë përdallim dhe ka shumë mëshirë. Mirë po, kjo bëhet në saj të një përkushtimi i cili nuk është periodik, mirë po është i përhershëm, sepse vetëm përkushtimi i përhershëm është garantues për ta fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, saktësisht është garantues për të hyrë drejt në xhenetin e Allahut pa pasur ndonjë krizë të përplasjes në zjarmin e xhenemit, sikur se shënon Imam Buhariu dhe Muslimi, për Ebu Musa se Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush i fal për herë dy vaktet e ftofta dhe ka për shembull namazin e sabahut dhe të namazin e kindis, thot kush i fal për herë këto dy vakte, për herë kurrë asnjëherë pa i lënë, thot ky hyn në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Sikurse na tregon që nëse dikush fjalabia herë falet, herë nuk falet, me lenë Allahut një ditë do të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mi po është i kërcënuar që të hyjë në xhenem fillimisht për t'u pastruar për namazet e lëna, është i kërcënuar të hyjë në xhenem për t'u pastruar për atë shpërfillje që ka bërë obligimit më të madh të fesë, mirë po kush është i përkushtuar për t'i falë namazet për herë dhe asnjëherë nuk i lë, ky është i garantuar me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala.